Në një moment kyç për procesin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe në vijim të turit të diplomacisë parlamentare në vendet partnere të BE-s, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi zhvilloi një vizitë zyrtare në Holland, ku u pritën takime nga kryetari i dhomës së përfaqësuese Thom van Kampen, kryetaria e Senatit May-Lil Vos dhe përfaqësues të Komisionit për Çështjet Evropiane. Gjatë takimeve u vlerësuan marrëdhëniet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Holandës, të ndërtuara mbi lidhjet historike, respektin e ndërsjellë, bashkëpunimin e ngushtë dhe vlerat e përbashkëta europiane. Në qendër të diskutimeve ishte avancimi i procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Holandës ndaj reformave të ndërmarra nga Shqipëria dhe ndaj avancimit të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, sidomos vlerësimet për raportin i bar. Kryetari Peleshi nënvizoi se megjithëse Holanda mban një qasje parimore, rigoroze dhe konsistente ndaj zgjerimit, ajo ka mbetur një mbështetëse e rëndësishme e perspektivës europiane të Shqipërisë, duke kontribuar ndër vite në forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjes së mirë, luftës kundër korrupsionit dhe emigrimit të parregullt. Peleshi nënvizoi se Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar ndaj procesit të negociatave dhe objektivit strategjik të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst u diskutuan dhe propozimet e fundit për integrimin gradual, të cilën Shqipëria i konsideron si një urrë drejt anëtarësimit të plot dhe jo si një alternativë ndaj tij. Gjatë takimeve u vlerësua gjithashtu bashkëpunimi i suksesshëm mes dy vendeve në luftën kundër krimit të organizuar, trafikut të drogës dhe migracionit të parregullt. Palët nënvizuan se bashkëpunimi i ngushtë institucional, shkëmbimi i informacionit dhe puna e përbashkët e strukturave përkatëse kanë prodhuar rezultate konkrete. Kryetari Peleshi ftoi gjithashtu përfaqësuesit e dhomës së përfaqësuesve dhe Senatit të Holandës të marrin pjesë në konferencën Zgjerimi i Bashkimit Evropian dhe anëtarësimi i Shqipërisë, e cila do të organizohet nga Kuvendi i Shqipërisë më 28-29 shtator 2026 në Tiranë, me pjesëmarrjen e parlamenteve të vendeve anëtare të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor.